Ka nisur sot festimet në nderim të Shën Kozmait të Etolis, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të kalendarit fetar në Myzeqe, që çdo vit mbledh në manastirin e Shën Kozmait në Kolkondas besimtarë dhe pelegrinë nga Fieri, Myzeqeja dhe mbar Shqipëria, që prej orëve të pasdites dhe gjatë gjithë mbrëmjes, qindra besimtarë të krishterë ortodoks, por edhe qytetarë të besimeve të tjera, janë drejtuar manastirit për të bërë pjesë e pelegrinazhit tradicional, për të lutur dhe për të nderuar kujtimin e shenjtorit. Këtë vit pjesëmarrja ka qenë shumë e lartë. Fluksi pelegrinëve ka vijuar deri në orët e vona të mbrëmjes, duke kthyer manastirin dhe gjithë zonën përreth në një qendër të madhe pelegrinazhi, besimi dhe përkushtimi shpirtëror. Festimet kulmojnë sot më 24 gusht në ditën kushtuar Shën Kozmait të Etolis dhe për kujtimin të martirizmit të tij. Në manastir do zhvillohen ceremonitë kryesore fetare, ndërsa pritet pjesëmarrje drejtuesve të lartë të kishës ortodokse. Manastiri Shën Kozmait në Kolkondas mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të pelegrinazhit në Myzeqe dhe një vend ku prej brezash ndërthuret besimi, historia dhe tradita. Edhe këtë 23 dhe 24 gusht, mijëra hapa pelegrinësh bashkohen në të njëjtën rrugë në Kolkondës për të nderuar Shën Kozmait dhe për të mbajtur gjallë një traditë që i ka rezistuar kohës. Sepse ne kujtojmë martirizimin e Jerodëshmorit Shën Kozma, i cili ishte ka qenë figurë jashtëzakonshme sepse mbrojti krishtërimin, predikoi ungjillin e Krishtit, gjithashtu i dha shpresë njerëzve në një kohë shumë të vështirë kur ishin në perandorinë otomane. Ne respektojmë të gjithë pa dallim në zonën e Myzeqes, duke e kremtuar atë me himne në panajirin e tij, duke mblodhur nga të gjitha vendet. Gjithashtu edhe njerëzit kjo festë i bashkon dhe jep mundësinë të luten për veten e tyre, të luten për një gjë që është shumë e rëndësishme për shpëtimin e shpirtave të tyre dhe për arritjen në mbretërinë e Perëndisë, që është qëllimi i të gjithë të krishterëve kudo. Kjo festë është shumë sepse Shën Kozmai është një figurë popullore dhe e pikë së pari sepse këtu kanë jetuar krishterët prej shekujsh dhe ata e kanë atë si një farë, si një fanar ndriçues në momentet më të vështira. Ishte personi që u dha shpresë, ishte personi që i mbështeti dhe ishte personi që tregoi një dashuri konkrete, reale në kohrat më të vështira. Sakrifikoi jetën e tij duke bërë murg dhe erdhi dhe përhapi ungjillin e Krishtit dhe u dha mundësinë njerëzve që edhe të mësonin shkrim e këndim. Njihet si një nga hapësit e parë të shkollave në Myzeqe. Ka vjen pelegrinët sonte? Pelegrinët sonte nga të gjithë Shqipëria, pa dallim, sepse ata e shikojnë këtë figurë si një figurë që i bashkon të gjithë dhe u jep kuptim jetës së tyre. Ditë sot për neve thot shumë, sepse ne jemi besimtarë ke Zoti, lutim Zotin, shenjtort e të madhit Zot, edhe na pëlqen që vim. Qa do themi shumë? Mund të themi shumë, po ky është kuptimi. Urimi ynë është gëzuar, o Zot, për shumë vjet. Nga Fieri, jemi besimtar të fesë ortodokse, vim vit për vit këtu në Shën Kozma, urojmë gjithë besimtarët ortodoks, kudo që të jenë, gëzuar dhe për shumë vjet.